Çfarë dallon entrepreneur biznesi që bëjnë bujë në rrjetet sociale nga ata që postojnë një vit rresh dhe nuk marrin asgjë? Okej, pra ata postojnë diku te 3 lloje përmbajtjesh. Educational content, që kjo është shumë e thjeshtë dhe sipërfaqësore, e cila shërben shumë për top of funnel. Lloji i dytë është tregimi i historive ose ndryshe storytelling, që anon shumë tek middle of funnel, dhe së treti kanë përmbajtje që tregon autoritet, pra authority content, siç janë transformime personale apo transformime të klientëve, pra që shërben shumë për bottom of funnel. Përmbajtja top of funnel sjell shumë shikime. Përmbajtja middle of funnel sjell shumë djegës, ndërsa përmbajtja bottom of funnel sjell shumë klient potencial. Tani, për në ardhmen të mirë të bizneseve në rrjetet sociale i postojnë të gjitha këto lloje përmbajtjesh. Njerëzit që nuk rriten normalisht postojnë vetëm njërin prej tyre. Kështu që ty të duhet të postosh të gjitha këto lloje dhe gjithashtu të përdor strukturën 70-20-10. Pra, dëshiron që 70% e përbajtjes tënde të bazohet në atë që funksionon, në thelb në ato raste specifike outliers, pastaj do që 20% e përbajtjes të jetë përsëritje ose përforcimi i asaj që tashmë kanë funksionuar në faqen tënde. Kjo është ajo që unë e quaj të krijosh shablone për materialet e tua me performancë më të mirë që ti thjesht i rikrijon ato përsëri me ndryshime të vogla çdo herë. Dhe në fund 10% e përbajtjes do të jetë thjesht gjëra që eksperimenton dhe i provon për qejf, sepse ndonjëherë pikërisht këtu krijohet përmbajtja më virale. Follow për më shumë edukim mbi marketingun në rrjetet sociale.